Sabotimi i qëllimshëm ose komplikimi procedurave dhe mungese marrëveshjes politike. Janë këto arsye të cilat avokatin e popullit e lëm pa njeriun e parë të këtij institucioni. Për të diskutuar për këtë problem, me mua në studio është ish avokati i popullit, zoti Naser Ziberi. Zoti Ziberi, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjithë. Me cilën nga dy tezat që përmenda pajtoheni ju? Është sabotimi qëllimshëm nga partitë politike për institucionin e avokatit të popullit, ose është mungese marrëveshjes politike që nuk kemi një njeri të parë në avokatin e popullit? Mendoj që ka elementet të dy tezave, në kuptimin që nuk është interes i pushtetit që të ketë zë kritik në vend padyshim që ekziston. Dhe avokati i popullit, nëse me dinjitet don ta ushtron postin për të cilin e mërohet, nuk mund të jetë në raporte harmonike me pushtetin asnjëherë, sepse ai duhet të jetë pasqyra kritike e mënyrës ushtrimit të pushtetit. Dhe nga ana tjetër, padyshim që ky ngërç është edhe rezultati mungesës së shumicës së nevojshme për zgjedhjen e avokatit të popullit. Pra, shumicës absolute të numrit të deputetëve dhe shumicës së deputetëve që nuk i takojnë komunitetit shumicë. Çështje të cilën unë për hir të realitetit e kam vënë në dije njerëzve kryesor të pushtetit, kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, që mund institucionit vetë në një situatë krejtësisht ekstrem të palakmueshme si rezultati mos votimit të ndryshimeve ligjore dhe asaj që pasoi pas. Institucioni tashmë është, mund të themi, në situatë palakmueshme, mirë po kjo mund të zgjatet. Sipas kreut të kuvendit Afrim Gashi, nëse rishpallet përsëri konkursi, procedura mund të zgjatet ndoshta edhe me 6 muaj të tjerë. Vlerësoni që duhet vlen të tërheq ose të heq dorë nga propozimi i tyre që Faton Selami të jetë avokati i popullit? Konkursi aktual që ka qenë edhe ashtu do të bëhet i pavlefshëm, duke pas parasysh procedurat ligjore për zgjedhjen e avokatit të popullit. Të gjithë kandidatët që kanë konkuruar, vlefshmërinë e dokumentacionit që e përcjellin kuvendit, brenda këtyre ditëve do të bëhet i pavlefshëm nëse edhe nuk është bërë, për arsye se certifikatat për përshtatshmërinë e tyre të juridike, pa dënueshmërinë, se nuk janë nënhetime, e kështu me radhë do të bëhen dokumentacioni pavlefshëm. Dhe në rast se kuvendi e vazhdon procedurën me konkursin që ka qenë aktualisht, do të bën shkelje ligjore dhe nesër mund të kërkohet përgjegjësi ndaj udhëheqësit të kuvendit për arsye se ka tejkalu afatet e parapara ligjore për vlefshmërinë e dokumentacionit që kanë dorëzuar kandidatët aktual. Ju keni qenë edhe brenda kuvendit dhe i njihni mirë edhe procedurat. A ka gjasa që ndonjë kandidat tjetër të propozohet tani brenda kësaj procedure? Mendoj se nuk është e mundur, për arsye se Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime, i cili bën selektimin e propozimit, atë e ka bërë dhe i ka dorëzuar kuvendit propozimin në fjalë. Që do të thotë duhet i njëjti komision të thirret, ta çfuqizon vendimin paraprak që ka bërë për përcaktimin dhe të bëjë një vendim të ri. Kjo do të ishte precedent i palejueshëm dhe kuvendin mund ta fut në ujëra të paqarta. Atëherë, me që asnjëra nga procedurat nuk është e favorshme për institucionin, duhet ketë marrëveshje për Faton Selamin, duhet ta pranoj opozita si emër? Është çështje e negociatave mes partnerëve të koalicionit dhe opozitës, se a do të ndodhë kjo unë nuk e di. Unë personalisht mendoj se rrugë zgjidhje do të jetë që të shpallet konkurs i ri për zgjedhjen e avokatit të popullit, në ndërkohë të gjendet një kompromis i mundshëm mes gjithë strukturave të përfaqësuara në kuvend, në mënyrë që të bëhet zgjedhja e avokatit të popullit konform kushtetutës dhe ligjit për avokatin e popullit.
në qoftë se kjo nuk do të bëhet, do të vazhdojë agonia edhe më tutje, dhe psim dhe dëmin më të madh e kanë qytetarët. Për arsye se institucioni është i bllokuar, qytetarët nuk kanë adresë ku të dorëzojnë ankesat dhe parashtresat e tyre. Sipas informacioneve të mia, është përgjysmuar numri i parashtresave që janë dorëzuar institucionit, që do të thotë ka humbë besimi i qytetarit në institucionin e avokatit popullit, ndërsa ndoshta duket jo modeste, por avokati i popullit në 5 vitet e fundit ka qenë një nga 3 institucionet më të besueshme të qytetarët në bazë të anketave që janë bërë nga institucione relevante siç ishte Transparency International. Prandaj, në mënyrë urgjente, sipas bindjes time kuptohet, duhet të ketë një orar të tjetër kuvendi për zgjidhjen e këtij problemi. Spari të bëjë ndryshimet e ligjit për avokatin e popullit dhe ndërkohë të shpallje konkurs të ri për zgjedhjen e avokatit popullit dhe në këtë periudhë të krijohet një pajtueshmëri mes gjitha subjekteve. Në situatat ngjashme, edhe pse me procedura shumë më të lehta, kemi pas në Shqipëri. Në Shqipëri, për shkak mos dakordimit pozit-opozit, 3 vite me radhazi institucioni kuvendi nuk ka mund të zgjedh njerun e parë të institucionit. Madje atje kanë një zgjidhje ligjore shumë më praktike se këtu, sepse avokati në detyrë vazhdon të ushtrojë funksionin deri në zgjedhjen e avokatit të ri. Këtu avokati i popullit nuk ka të drejtë që ta bëjë këtë dhe praktikisht institucioni është i përgjysmuar në të gjitha kuptimet. 7 zavencat e avokatit nuk janë zgjedhur, avokat popullit nuk ka, 2 zavenca mundohen që të mbulojnë gjithë lamin që është praktikisht e pamundur. Mos flasim për probleme tjera, siç janë përgjysmimi i kuadrit brenda institucionit. Në 3 vitet e fundit, sipas nevojave të ndryshme, Ulja edhe e buxhetit janë larguar gati 10 të punësuar dhe praktikisht institucioni punon me 40% të kapacitetit parapar sipas aktit të sistematizimit të vendeve të punës. Pikrisht, sipas sistematizimit, institucioni do të ketë diku 180 të punësuar, ka vetëm rreth 80 të punësuar, ka ulje të buxhetit për 45 milion denar, nuk ka rritje të pagave për të punësuarit për 30%, ashtu siç parashikojnë marrëveshjet kolektive. Gjitha këto janë probleme që ndikojnë në punën e avokatit të popullit. Unë do t'ju rikthej prapë te zgjedhja. Si mund të jepet fund bindjes që avokati i popullit zgjidhet gjithmonë me prapavi politike ose persona të favorizuar nga partitë politike? Vlen në këtë rast insiston për Faton Selamin me arsyetimin që edhe ju keni qenë person i cili keni ardhur aty me propozim të BDI-s dhe që duhet edhe ato në një farë mënyre justifikohen se mund të vazhdojë kështu procedura edhe nga ana e tyre. Si mund të vinë persona të cilët njerëzit ju besojnë dhe që të zgjidhen pa ndikime politike? Maqedonia e Veriut ka një përvojë shumë pozitive në zgjedhjen e institucioneve, siç është zgjedhja e antarëve të Komisionit për pengimin e korrupsionit. Të gjithë kandidatët të cilët konkurrojnë nënshtrohen një debati publik në parlament para një komisioni të veçantë. Dhe ky ballafaqim i vën sprov gjithë kandidatët. Dhe ndikimi politik i partive nuk mund të eliminohet, sepse vetë përbërja e parlamentit është e tillë, do të thotë deputetët të gjithë janë përfaqësues të ndonjë subjekti politik. Por kur kandidatët do t'i nënshtrohen një debati dhe testimi publik, do të shihen kapacitetet e tyre edhe menaxhuese, por edhe njohurit në fushën e mbrojtjes së lirive dhe drejtave të njeriut. Dhe duhet të ketë një kredibilitet moral një kandidat për ushtrimin e këtij funksioni. Përvojat unë i kam hulumtuar në vendet e ndryshme. Avokatët e popullit në
gjitha viset në të cilët kanë një demokraci të etabluar, kanë kandidat të cilët janë autoritete në vendet përkatëse. Pushteti i avokatit popullit është pushtet moral, që do të thotë ai duhet të imponohet pushtetit në rend parë qeverisë, parlamentit, ministrive, drejtorive e kështu me radhë. Nëse ju keni një kandidat i cili është i pa përgatitur profesionalisht, i pa dëshmuar politikisht dhe moralisht, ai do të ketë vështirë që të ballafaqohet me qeverinë, të ballafaqohet me ministrinë, të ballafaqohet me institucionet. Dhe kjo do të shndrojë në një dekor vetëm institucionin dhe jo në mbrojtës të drejtave të njerëzit. Prandaj, avokati i popullit duhet në rend parë të ketë integritet të fuqishëm për të imponuar institucioneve për të nxjerrë më të mirën në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Duhet të ketë një profesionalizëm të theksuar në njohjen e infrastrukturës juridike dhe mënyrës së funksionimit të administratës publike. Nëse i anashkalojmë këto kriteriume, atëherë mendoj se do ta huqim për zgjedhjen të cilën mund ta bëj kuvendi dhe qytetarët nuk do të kenë benefitet që i parashikon kushtetuta. Të flasim për një nga detyrat e avokatit të popullit, ndjekjen e përfaqësimit të drejtë nëpër institucione. Keni qenë aty disa vite dhe keni parë se si zhvillohet përfaqësimi i drejtë, sa ka lëvizur gjatë viteve të kaluara, ndërkohë që për momentin nuk kemi mekanizëm, nuk kemi balancues. E keni pasur mundësi që të konsultoheni me partitë politike ose e keni parë vetë draftin e ligjit për përfaqësim të drejtë që e ka përgatitur qeveria? Që është e vërteta, unë kam insistuar që të merrem me çështjen e përgatitjes këtij teksti, këtij propozimi. Fatkeqësisht nuk kam has në mirëkuptim në strukturat udhëheqëse politike në rend parë në ekzekutivin, sepse atje është përgatitur, ende nuk e ka parë dritën e procedurës parlamentare ky propozim. E kam parë nga atë që është publikuar dhe mendoj se është shumë larg pritshmërive për ta zëvendësuar instrumentin e deri tanishëm të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Sepse mos harroni, vendimi i gjykatës kushtetuese ka suspenduar dispozitat e 3 ligjeve bazike për punësimin në sektorin publik. Ka suspenduar edhe aktin nënligjor për zbatimin e parimit themelor kushtetues për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Ndërsa propozimi që jepet praktikisht nuk bazohet në asgjë prej këtyre. Madje, sipas bindjes thellë time, ai nuk mund të quhet edhe ligj për arsye se nuk ka norma juridike. Një normë juridike përmban 2 elemente themelore: dispozicionin, sankcionin. Ky propozim nuk ka sankcion, nuk ka kriteriume dhe zbatimi i tij si i tillë padyshim që nuk mund të jetë substitut i instrumentit të deritanishëm. Dhe kjo do të lënë pasoja të rënda në sferën e përfaqësimit drejtë dhe adekuat të komuniteteve jo shumicë. Zaten, informacionet e mia janë se në periudhën e deritanishme, prej kur është suspenduar instrumenti i balansuesit, të gjitha ministrit, gjitha drejtorit, gjitha ndërmarrjet publike më nuk bazohen në asnjë kriterium për përfaqësim drejt dhe adekuat. Është përkeqësuar gjendja e përfaqësimit të shqiptarëve? Është përkeqësuar në mënyrë rapide në 2 vitet e fundit përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Ligji i ri nuk do të mund ta rikuperojë pasi të hyjë në fuqi, po thoni? Ligji i ri nuk do të mund ta rikuperojë. Spari ligji si i tillë pa aktën nënligjore për mënyrën e veprimit të këtij ligji është vetëm një dekor dhe asgjë praktike nuk mund të jep, që do të thotë se edhe një vit
supozoj se nuk mund të vehet në funksion, dhe e dyta, ligji si i tillë thash nuk parashe instrumente të cilat do të detyrojnë një bartës të funksionit, qoftë në organet më të larta të administratës, si që janë ministrit, qoftë ndërmarrjet publike, qoftë drejtoritë e ndryshme, qoftë njësitë e vetë administrimit lokal, të cilat po ashtu janë detyruara që të zbatojnë parimin themelor juridiko-kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Mendoj se pasojat do të jenë të rënda në këtë sferë. Një pyetje të fundit, ligji parashikon që një trup i veçantë i formuar nga përfaqësues të qeverisë dhe të disa institucioneve të ndjekin zbatimin e tij. Vlerësoni që është i mjaftueshëm ky mekanizëm mbikëqyrje ose duhet edhe institucione të tjera të kyçen? Po shtrohet pyetja çfarë do të konstatohet dhe konstatimet e tia si do t'i bëj të detyrueshme për ata që nuk do t'a zbatojnë. Kretë themeli i çështjes është ka detyrueshmëri, ka imponim për zbatimin e tij apo jo. Zaten ne kemi institucionet që e përcjellin përfaqësimin, realizimin e përcaktimit kushtetues për përfaqësim drejtat. Dhe atë me kushtetut është pikrisht institucioni i avokatit popullit, i cili përgatit raporte vjetore për gjendjen. Unë disa herë kam alarmuar për situatën dhe shifrat që jep institucioni i avokatit popullit janë më të sakta, sepse mlidhen brenda një viti nga të gjitha institucionet publike, qoftë në rrafshin lokal, qoftë në rrafshin qendror. Ju e dini që u formu edhe një trup i veçantë në kuadër të parlamentit i cili duhet të përcjellje këtë çështje. Pra, nuk bëhet fjalë këtu për mungesë të institucioneve për ta përcjellë. Bëhet fjalë për instrumente për të realizuar përcaktimin. Nuk ka mekanizma ndëshkues ndaj atyre që nuk e zbatojnë. Po që se nuk ka mekanizma detyruese për implementimin e këtij përcaktimi, atëherë përcaktimi kushtetues do të jetë vetëm dekor i kushtetutës. Zoti Zberi, ju faleminderit shumë për këtë intervistë në Elsat. Faleminderit. Vazhdojmë me informacione të tjera.